Gëlltitja e ajrit që prish tretjen, çfarë është aerofagia dhe si ta ndaloni? Vlerësohet se një person mesatar gëlltit rreth 2 litra ajër në ditë vetëm gjatë vakteve, ndërsa gëlltitja e tepruar e ajrit mund të jetë shkak për shumë probleme. Gëlltitja e shpesh dhe e tepruar e ajrit, e njohur si aerofagi, mund të jetë më shumë se një zakon i padëmshëm. Ky është një çrregullim që mund të shfaqet në formë akute ose kronike, shpesh i lidhur me faktor fizik dhe psikik, dhe mund të tregojë praninë e një sëmundjeje të sistemit tretës ose të një çrregullimi psikologjik. Çfarë është aerofagia dhe si shfaqet? Aerofagia është term mjekësor që nënkupton gëlltitje të tepruar të ajrit. Ndërsa të gjithë ne marrim një sasi të caktuar ajri gjatë të folurit, ngrënies apo të qeshurit, personat me aerofagi gëlltisin sasi shumë më të mëdha, gjë që shkakton simptoma të pakëndshme gastrointestinale. Disa nga shkaqet më të zakonshme janë ngrënia dhe pirja me shpejtësi, marrja e kafshatës tjetër para se e para të jetë gëlltitur plotësisht rrit sasinë e ajrit të futur. Zakonet e këqija, të folurit gjatë ngrënies, përtypja e çamçakzit, pirja e pijeve me pip ose pirja e duhanit janë ndër shkaqet më të shpeshta. Gjendjet mjekësore, personat që përdorin aparate ndihmëse për frymëmarrje, si CPAP për apne në gjumë, janë më të prirë ndaj aerofagisë. Faktorët psikologjik, ankthi dhe stresi mund të çojnë në gëlltitje të pavetëdijshme të ajrit si reagim i mësuar ndaj tensionit. Simptoma që prishin përditshmërinë. Vlerësohet se një person mesatar gëlltit rreth 2 litra ajër në ditë gjatë vakteve. Gjysma del përmes gromësimës, ndërsa pjesa tjetër kalon nëpër sistemin tretës. Tek personat me aerofagi, sasia e tepërt e ajrit shkakton fryrje dhe ndjenjë mbushjeje, sepse stomaku fryhet dhe bëhet i tensionuar. Përveç kësaj, gromësima e shpesh është e pranishme pasi trupi përpiqet të çlirohet nga ajri i tepërt në stomak. Shfaqen edhe dhimbje barku dhe gazra, pasi presioni i ajrit në zor mund të shkaktojë parehati dhe shtim të gazrave. Sipas studimeve, simptomat e aerofagisë shpesh përkeqësohen gjatë ditës. Si dallohet aerofagia nga tretja e dobët, dispepsia? Edhe pse ndajnë disa simptoma të ngjashme, aerofagia dhe tretja e dobët, dispepsia, janë dy gjendje të ndryshme. Ndryshe nga aerofagia, dispepsia shoqërohet më shpesh me simptoma si të përzira dhe të vjella, ndjenjë ngopjeje pas një sasje të vogël ushqimi, humbje peshe, urth. Diagnoza dhe trajtimi. Diagnoza e aerofagisë vendoset zakonisht pasi përjashtohen shkaqe të tjera të mundshme të shqetësimeve gastrointestinale, si alergjitë ushqimore ose refluksi gastroezofageal. Trajtimi fokusohet kryesisht në ndryshimin e zakoneve të jetesës dhe në eliminimin e shkaqeve themelore, të ngrënit me vetdije dhe ngadalë, kafshata më të vogla dhe përtypje e plot me gojë të mbyllur zvogëlon ndjeshëm marrjen e ajrit. Shmangia e nxitësve, ndërprerja e duhanit, shmangia e pijeve të gazuara dhe e çamçakzit janë hapa kyç. Teknika frymëmarrjeje dhe menaxhim stresi, ushtrimet e frymëmarrjes së ngadalë dhe teknikat për kontrollin e ankthit mund të ndihmojnë ndjeshëm. Medikamente në disa raste, mjeku mund të përshkruajë ilaçe që reduktojnë gazrat, si simetikoni. Nëse simptomat vazhdojnë pavarësisht ndryshimeve në mënyrën e jetesës, është e rëndësishme të konsultohet mjeku për të përcaktuar shkakun e saktë dhe për të vendosur terapinë e duhur. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.